nxitje për mu që une të ushtroj profesionin e gazetares, sepse imazhi është shumë i fuqishëm, në çdo aspekt. Mirë po, imazhet që kanë ardhur, ne kemi po, kanë qenë kryesisht, kanë qenë njerëz traumatizum, kemi qenë në luftë. Mirë po kanë qenë, pa dash të paragjykoj, kanë qenë kryesisht gratë moshuara me shamia, që do më thonë të ata kanë diku, edhe do më thonë kur, edhe pyetja e dytë ishte, a je muslimane? Do më thonë edhe kjo. Edhe këtë aspekt. Edhe në këtë aspekt, do më thonë, pse s'dukem si muslimane dhe pse dukem, pse as nuk dukem si Kosovë, se ky ka qenë imazhi që i shkriu te Kanades. Kështu që unë në atë kohë, do më thonë, si Vlora, si askush tjetër, kam insistu, edhe kemi, do më thonë mendoj që ne jemi përveç e përfaqësojmë qytetanora, e përfaqësojmë veten, ne jemi ambasador të vendit tonë. Do më ka rasti që ta përfaqësoj edhe në nivel diplomatik, mirë po në atë kohë unë e kom bot pa mundër që kude që kam shku, ju kom të regu. Na dukemi kështu, do më thonë trejat duken si unë. Unë nuk jam e mbullume, sepse trejat nuk janë mbullume. Ato që ju keni pa imazhe janë gra që janë të moshuara, që është pjesë e traditës, e kulturës, do më thonë e zgjedhjes tyre. Mirë po ky ka qenë imazhi që mu për vetëm ka pengu shumë edhe është dashit ja tregoj, edhe ajo që kam bo, unë si Vlorë, do më ka qenë në atë kohë që edhe jam e kom marrë dhe kom punë edhe e mersha hartën, do më thonë ja u vizatojsha edhe i thesha këtu gjindet Kosova. Ne jemi në Evropë, do më thonë nuk e dim se po që diteni. Shumë vite pas. Unë jam këthy në Kosovë, do më thonë shkoj vazhdoj. Rasti fundi që unë kam shku, ka qenë një nivel këtë tjetër, kemi shku do më thonë buri, Donate ka themelu konsulatën në Toronto, kemi shku... Keni qenë pjesë e stafit diplomatik, kemi përvaqësu vendin, shtetin. Ka qenë, do të thëtë, komplet ndryshe. Pse? Tash e kemi, në atë kohë kur kam qenë unë, edhe atëherë nuk ka pas shumë shqiptarë. Do më thonë, ne kemi shku një pjesë e madhe e refugjate. Do më thonë, dalim të ajo që tash ata shqiptarë kanë diku në imazhin e... Kanë diku, pse? Do më thonë, në atë kohë kur unë kam qenë, tash, ka pas, ata që kanë arë si fëmijë sot, janë rritë, janë shkollu, edhe janë, do më thonë, janë shkollu, edhe janë integru aq mirë, sepse në atë kohë, unë e di që më thoshin për shembull, ma të integrum janë shqiptarët e Shqipërisë se sa të Kosovës. Pse? Sepse ata kishin shku me programe të ndryshme, përmes lotarive dhe kështu, dhe edhe në Shqipëri, thënia atyre është që ne kokën e kemi në Kanada. Sepse ata kanë shku shumica, kanë shku shqiptarët nga Shqipëria, do më kanë shku përmes programeve ndryshme dhe janë profesionist. Dhe kanë qenë shumë a shumë të integru se sa ne. Edhe kanë qenë evidente. Mund të them, do më thonë, unë për vete... Që ta mbyllim që të pjesë, po? Mbyllë e idenë. Idenë. Deri këto. Si përfaqësim diplomatik, do më thonë, ka qenë ndryshe, është dashtë, për shambull e kemi përfaqësu vendin tonë në mënyra ndryshme, donate përmes aktiviteteve, projekteve të ti. Unë pastaj, si ne kemi kanë qenë gratë e konsulive, edhe përmes kemi organizu për shambull neja të ndryshme, ku ne i qanim ushqime tradicionale, kemi paraqit kulturën tonë, edhe do më thonë, imazhi ka ndryshu komplet, sepse tash kosovartë në Kanada janë shumë të integruar, janë shumë, do më thonë, janë të arrirë, shumica prej tyre, dhe imazhi ka ndryshu komplet. Oke, faleminderit. Gjavit, shku ma vonë ti. Atje edhe përvoja jote nuk është e njëjtë si... Në fakt, më këthejve në Kusë, edhe në shumë i ri kam migru. I ri po ti ke shku në Bundestag. Nuk ke shku, do me thonë, azil? Jo, po të azilant kam qenë. Për që qenë edhe azilant? Kur ke qenë azilant? 97-98 për një vërë. Atëherë qenë ka shumë e mirë me na e krasu, do me thonë, si azilant dhe si... Beso që u preka gjatë këtyre, sepse kam edhe në historia të mija, si një i ri, i cili rebeluhet të thëtë, babes, unë shkoj në Gjermani edhe kam e që pare mjë ndihmu. Sikur se dhe shumë njerës në atë ku që e kanë... Sa vjeti ke pas? 18 fix. Dhe kur kam shku mas pari, atje fatbarësia em që ishin... Sa ku jemi dos dhe nuk e pashkom ditë. Vlavë dhe motra dhe kisha pak të rinë batë përshtatshëm, sepse ka qenë një ku kur unë kam qenë gati në depresion, sepse nuk ishin atu pritit e mija, që mu imi ndihmu në familjes vetë, tem, sepse ishte na qunë atu hajmet ku me banu me zezak për mu, në veç në filma i kësha po. Ishte një të merë, rësull, fillim ishte një të merë, dhe fatbarësia jam që në kom dasht futbolin, luja futbol, dhe integruan përmes futbolit në atë ku dhe më njefshin, edhe fillun me njoft edhe venin tonë pak Kosovën, për ndryshe.
Për me qenë korrekt, Gjavit termin zezak është mirë mos me përmende. Kërkoj ndjesën se njerëz me ngjyrë, për shembull, okay. Atëherë, pra, ishte një fazë ku shumë, me që jemi edhe pak shoqëri kolektiviste dhe kemi qenë të kaluar edhe më shumë, ku jemi kontë lidhë me familjet, shumica e njerëzve që kanë shku, që kanë migruar atku, kanë shku me vetëm qëllim. Jo vetëm për veten e vet, po me sakrifiku veten e vet, pa lyp burime për me u shkollu, po gjithçysh me u gjun punë dikon edhe me çu parën në shtëpi, sepse familjarët e tonë atku ishin të varur saktësisht prej tyrave që shkonin që vinin prej Gjermanisë. Prandaj u deshke me gjetë gjithçysh mundësi ndryshme përmes klubit futbollit, sepse filluva me u dallu atu në atë vend dhe më dhanë me mbajt fushën e sportit. Kur s'jam harroj atë mirë, është një pak të vogël, me ato para, pastaj ju ndihmojshëm familjes edhe vëlla dhe motra që më ishme punu ka pak. Domethënë ka qenë një kohë jashtëzakonisht e vështirë, në diasporit cila realisht në atë kohë ka shku me tjera kërkesa, me tjera pritje. Imazhi nuk ka qenë i mirë. Unë vjen shumë keq se shumë tri kanë deviju në atë kohë sepse e kishin barrën e familjes në Kosovë dhe me pa mundësi për të punu legalisht, kanë provu me ba dhe gjona tjera të cilat përmisjen ma shpejt e tek, po flasë për një pjesë, e kuptohet që jo që shumica e kanë rujtë, si të tam... A më tjetë diçka isha shumë keq, isha gati në depresion, sepse ke prit diçka, e këtë gjendje të gjithë e kanë pas, edhe Shqipja e ka shpjegu kur ka qenë këtu për shembull një emision, gjithë kanë kalune për këtë. Në atë kuna e kemi pas shembull një kushëri që ka shku dhe kanë bo ata punë të mirë, dhe më thotë qa që ka qenë informata junë. Dhe kur kemi shku të 90-tave në Gjermani në për venet perëndimore, kemi shku me idenë që na atje punojmë edhe qojmë pare. Kur kemi shku, azilanta, as drejt qytetit nuk na pas me lëshu pa një zotër genemi gungurqujke, një loj vërtetimi ose dëshmije nga policia, ku po shkëm se po shkëm. Nëse një moj loj veç shkurt me ndërshim. burgim ka qenë më ratë qytetit, unë mos kisha lujt futbol në atë ku. Dhe ta gjeja një pjesë, si më thot, ku muj me kalu kohën dhe me undi, e do bishëm për shoqnin, unë s'kisha mujt me shtyme, me jetu matutje. E pas luftës të vërtet një pjesë e fërmene, dhe shta pasaj më këthy, në kohët luftës, pas luftës kam vazhdu me studime, pasaj t'ju falenderu dhe taksa paguzve Gjermane, kam qenë bursist në mënyrë të vazhdueshme, në Universitetin e Hamburgut një semestër, në Universitetin e Chemnitzit, pastaj në Berlin, ku e kom bërë në Bundestag edhe këtë fellowship që është jashtëzakonisht bursën parlamentare, ku kjo është një historinë vetë dhe besoj që edhe kolega që do të lidhet nga Berlini, atë ku e kam njoft, Vjollcën. Është interesant kjo pjesë sepse ishin vetëm pak ditë nga shpallja e pavarësisë, kur ne kisha fatin të shkoj në Bundestag, por isha me atë krenarinë e jashtëzakonshme që ta promovoj sa ma shumë shtetin që ishte shpallë shumë freskët, si ta quj.